në momentin që vren një lëvizje ushtarake, çfarë do qoftë ajo, e që pretendon që mundet të paraqes rrezik ushtarak për Izraelin, ajo e shfrytëzon të drejtën e sulmit të parë. Ashtu ka vepruar edhe në momentin e deklarimit të Turqisë, mirë po Turqia me deklarimin e aty në hapësirave edhe në Kombet e Bashkuara, duke i njoftu Kombet e Bashkuara se ajo tashetutje do të jetë një lloj pronari i aty në hapësirave, ja jep legitimitetin që çdo sulm ndaj atyre hapësirave ta ketë kundërpërgjigjen turke. Edhe ajo e bën të pa evitueshëm konfliktin Izrael-Turqi. Netanyahu e dinte se Turqia nuk është as Hamas, as Hezbollah, as qili do fraksion, me thonën i dot ushtarak, është një ushtri, me thonë, e dyta në NATO për gjitha kapacitetet, e dikur në teta në nivel botëror, edhe ajo e bën të pamundur një ballafaqim izraelit me Turqinë të një niveli i cili do t'ja jepte komoditetin Izraelit që të ndërmerr veprime ushtarake e të mos jetë ndëshkuar. Pra, po më thoni që vetëm në këtë rast, doktrina nuk do funksionoj që sulmoj pari. Po, do me thonë, këtu nuk ka mundësi, për shkak se kundërpërgjigjen e Turqisë nuk mund ta evitoj. Nuk ka mundësi. Për shkak se kapacitetet turke ushtarake të cilat i posedon, aftësinë ushtarake të cilën e posedon, Izraeli nuk ka mundësi t'i kundërpërgjigjet. Për shkak se e kemi po që edhe sistemet balistike Turqia i ka avancuar në mos të madhe, edhe pengesat faktikisht elektronike të cilat, pajisjet të cilat i ka që e vën në një terr të plot elektronik, çdo kundërshtar faktikisht e bën të pamundun atë komoditetin izraelit që të mos pres një kundërpërgjigje shumë të fuqishme të Turqisë. Prandaj shkurja e Netanyahu në Washington e ka pas këtë synim, po me të vërtet ka qenë një zhgënjym për shkak të deklaratës në prezencën e tina të Trumpit për vlerat të cilat i prezanton Turqia e veçanërisht Erdogani si personalitet. E kjo ka qenë, me të thonë të drejtën, edhe një kundërpërgjigje e avancimit të, me thonën, prestigjit turk që ka prodhu Rusia me pranimin që Turqia ose edhe presidenti Erdogan të jetë një lloj moderatori i bisedimeve të mundshme për paqen në Ukrainë. Prandaj, Amerika nuk ka desh në asnjë formë që për interesat të Izraelit ta humbë një lojtar siç është Turqia, për shkak të fuqisë të cilën e prezanton dhe influencën të cilën e ka Turqia në regionin i cili është për momentin shumë i destabilizuar. Prandaj, ne duhet ta shohim Turqinë, edhe pse me ju thonë të drejtën shumë po ka zëra të cilët ton kohën. Unë e di që tash faktikisht po bona përse 5 vite të cilët ton kohën e prezantojnë Turqinë që çdo deklarim i tyre është më shumë për konsum të mbrëmshëm, nuk